Dasma shqiptare 2017 paraqet. Ju përshëndes të gjithëve, miq dhe mikesha, e sidomos juve që jeni të moshës ime dhe e kuptoni shumë mirë se çfarë do të thotë të mbash një shtëpi e vetme. Unë jam një zonjë 60 vjeçare dhe sot kam dëshirë të tregoj një sekret. Dua t'ju rrefej se si u angazhova në një projekt të rënd fizik dhe se si e bëra këtë punë raskapitse me dhëndrin tim 35 vjeçar. Duke qenë se këtu jemi në një kanal ku s'me njeh njeri se kush jam apo nga cili fshat vi, do kisha dashur të tregoj në imtësi çdo gjë se si me lodhi e me mori frymen dhëndri herën e parë që punuam bashk në një mur. Nga paraqitja mbaj veten goxha mirë. Nuk jam shumë e munduar nga jeta. Lart, krahët i kam shumë të fortë. Shpatullat i kam të gjera dhe të mbajtura mirë. Por edhe pjesën e poshtme të trupit e kam shumë të qëndrueshme. Për ata që e kuptojnë rëndësinë e fuqisë fizike, unë kam mjaft energji për të përballuar ngarkesa. Unë kam mbetur e ve pa burr që prej 4 vitesh. Ndoshta për dike, këto 4 vite nuk janë shumë, por për mua kanë qenë një përjetësi. Shtëpia vjetër po binte, ambientet kishin nevojë për një rinovim të thellë, për thyrje muresh e shtrim të ri, dhe unë thjesht nuk doroja dot më të shikoja gjithçka të rënuar. Me duhej një dorë fort mashkulli, prandaj dhe e bëra këtë plan me dhëndrin tim. Ndoshta shumë nga ju mund të thoni se përse me dhëndrin, dhe përse nuk mora një usta tjetër nga qyteti. E po unë banoj në fshat dhe nuk dalë shumë. Vetëm burrin e vajzës sime e kisha me afër dhe vetëm e të e dija që kjo punë masive do mbetej sekret. Po të merrja një usta tjetër, do me dilte zëri në gjithë fshatin që filania po prish shtëpin. E do kishin fjalë e pastaj s'do kisha me fytyrë të dilja në rrugë nga thashethemet. Po dal drejtën e tem, sepse e di që të gjithë ju nuk doni të dini për thashethemet e fshatit, por doni të dëgjoni vetëm se si me angazhoj e me raskapiti dhëndri im në atë projekt. Në kohën kur u martova unë, ishin kohë tjera. Burri im i ndjer nuk ishte që më shikonte shumë për të më ndihmuar me punët e rënda, dhe nuk është që sillej me mua ashtu siç sillet dhëndri me vajzën time sot. Dhëndri ishte i kujdesshëm dhe më lumturonte fakti se si sillej mirë me vajzën time. Ata gjithmonë punonin bashk, rregullonin shtëpinë e tyre në qytet dhe ai e ndihmonte pafund. Por nuk mund të them që se lakmoja edhe unë këtë gjë. Edhe unë doja që të kisha dike që të më merrte përsipër e sidomos në punët e rënda të shtëpisë, e të më ndihmonte me të njëjtin pasion. Dhëndri ishte goxha azgan, trup madh i pashëm dhe mjaft i fuqishëm e me krah të fortë. Ishte tamam burr pune. Edhe pse lakmoja atë fuqitë e tij për të më ndihmuar, nuk është që mendoja ndonjëherë që do të vinte dita të bëja gjithat punë të madhe vetëm unë me te. Çdo gjë ja nisi një herë kur dhëndri erdhi që të qëndronte disa ditë tek ne në fshat bashkë me vajzën. Kur ata shkuan të flinin, atë natë unë nuk ndëgjova asgjë, edhe pse ndenja goxha zgjuar që të dëgjoja se mos po bënin ndonjë plan për të filluar punë herët, por jo. Por çdo gjë e kuptova të nesërmen. Unë zgjohesha herët në mëngjes dhe pas 2 orësh u zgjua dhe vajza ime. E kur dolin nga dhoma e gjumit e drejtë në sallon, me duke që nuk ishte mirë. E pyeta se mos ishte pa qef, por ajo më tha mirë jam. Vajza ime nuk po este dot drejt. I mban të këmbët me vështirësi dhe lëvizte si empir. I thash ti ke diçka por s'më tregon. Vajza më shikoi duke buzëqeshur. Aty e kuptova që dhëndri e kishte zgjuar herët në mëngjes dhe e kishte raskapitur duke ngritur mobilje të rënda dhe duke sistemuar dhomen. E kishte bërë të lef me atë punë force
sa që kjo s'mund të qëndron të mërë në këmbë nga lodhja e muskujve. Fillova të mendoja që dhëndri ose e kishte mbajtur duke bërë atë punë për një kohë shumë të gjatë pa pushim, ose kishte përdorur ndonjë pajisje shumë të rëndë që ajo s'kishte fuqi ta mbante, sepse ndryshe s'do kishte mundësi të lodhej aq shumë. Pak me vinte i natë që mua burri asnjëherë s'me kishte përfshirë në projekte të tilla që të më linte në atë gjendje lodhjeje ekstreme. Që nga ajo ditë, unë s'kam rreshtur asnjëherë duke menduar se si të bëja ndonjë gjë që dhëndri të më vinte në punë edhe mua në atë mënyrë. Dhe para se t'ju tregoj fundin, desha që t'ju them që mua me ka lodhur edhe me fort, sa që nuk e mora veten për një javë të tërë pas asaj dite pune të rëndë. Nejse, kur mbeta pa burrë dhe kaluan 2 vite, fillova të mos ndjehesha mirë fare, fillova të ndjej nevojën urgjente që ato riparimet të bëheshin me çdo kusht. Doja që ta bëja atë rinovim, edhe pse e dija që ishte e vështirë. Në mendje kisha vetëm dhëndrin, por edhe një djalë të kunatit tim. Si fillim provova me djalin e kunatit dhe gati ja thash troç që të më bënte një nder e të më ndihmonte, por ai kur e kuptoi volumin e madh të punës, u tremb dhe nuk pranoi. Tashmë s'kisha zgjidhje tjetër, duhet vetëm t'i thoja dhëndrit tim, por si t'i thoja, s'dija as nga t'ja nisja, kaluan dhe 2 vite të tjera dhe tani këtë vit, në muajin janar, vajza ime filloi punën dhe punonte gjithmonë paradite. Unë e gjeta mënyrën. E thira dhëndrin të më ndihmonte gjoja për diçka të vogël në kohën që kisha vajzën e punë, sepse dija që ai do vinte vetëm dhe ashtu ndodhi. E mora në telefon dhe i thash, duhet të vish me patjetër sepse s'di as të rregulloj televizorin e as shporetin e rrymes sepse nuk po me punojnë. Mirë, tha dhëndri, sepse do mbërri për 1 orë e gjysmë. Tamam me livërtista ajo kohë që të bëhesha gati. Bëra një dush për t'u freskuar dhe u vesha me rrobat më të përshtatshme që kisha për punë të rënda, një bluzë pambuku dhe një palë tuta të ngushta, u mundova mjaft të përgatitesha fizikisht e të kisha lirshmëri në lëvizje. Pasi u bëra gati, dhëndri ja arriti. Erdhi, e shikoi televizorin dhe shporetin, i kontrolloi të dyja dhe më tha: "Çfarë ka që nuk shkon këtu o nën? Se këto mirë janë." "Shikoj mirë," i thash unë duke buzëqeshur. "Dhe bëj diçka tjetër sepse mua nuk po më ecin gjëra siç duhet." "Nuk kam çfarë t'i bëj televizorit," tha ai, disi i nxituar, "sepse që të dyja punojnë mjaft mirë dhe po shkoj sepse kam shumë punë sot." "Jo," i thash unë prerë. "Gjithat rrugë që bëre, s'do shkosh pa bërë një punë me vlerë këtu." "Ore e bëj," tha ai i habitur, "se s'kam ardhur kot, por çfarë të bëj kur aparaturat punojnë?" "E po me bëj diçka mua për këtë shtëpi," i thash me zë të ulët. "Ndoshta unë kam nevojë që të më vihen në punë muskujt, të më rregullosh atë dhomën e vjetër mbrapa, që s'me ka punuar dhe ka mbetur e mbyllur që 4 vite." S'kisha nevojë t'i thoja me gjatë, sepse ai, si djali i zgjuar, e kuptoi më njëherë se çfarë projekti masiv po i kërkoja të fillonim. Fatmirësisht nuk e zgjati më shumë. Me pa në sy dhe më tha: "A je sigurt se për çfarë më ke ftuar? Kjo është një ngarkesë shumë e rëndë." I thash, "Ti vetëm mbaj gojen e mos i thuaj kujt, sepse unë e kam menduar mirë këtë gjë dhe dua ta bëjmë ne të dy këtë projekt." "Mirë," tha ai duke marrë frymëthell, "na qof me har kjo gjë, dhe pse nuk është punë e lehtë për moshën tënde." "Mos e mendo shumë," i thash, "nuk është ndonjë gjë e madhe për ne. Eja të fillojmë." Shkova pranë tij, e ndjeja se sa fort po i rrihte zemra nga stresi i punës që e priste. E mora për dore dhe shkuam tek dhoma ime e vjetër. Aty fillova t'ja hiqja mjetet e tepërta, ja hoqa xhaketën e tij të rënd dhe më ndihmoi të hiqja edhe unë disa shtresa rrobash që të mos djersitnim nga puna e madhe. Kur i hoqëm të gjitha, ai hapi çantën e tij të punës dhe e pash se çfarë kishte sjell. Nxori një pajisje pune, një trapan industrial të mërësisht e rënd. Kur e pash sa e madhe ishte ajo vegël pune, mbeta pa fjalë. S'me kishte gënjyer imagjinata. Ishte tamam ashtu siç e mendoja, një vegël masive që donte fuqi të madhe për ta mbajtur.
Kisha filluar dhe t'ja kisha frikën se mos nuk e përballoja dot gjithat pesh dhe atë dridhje që kishte ajo pajisje metalike. Por fillova ngadalë. Afrova duar dhe ja kapa veglën e rënd me të dyja duart nga dorëza e trash. Mezi po e mbaja, mumpi i gjithë krahu, por unë mundohesha të kontrolloja pajisjen në mënyrën më të mirë të mundshme. Pas 2 minutash, dhëndri i pa që unë po lodhesha shpejt. Me ngritjen e këmbë, me udhëzoi dhe me kërkoi të mbështeten fort pas murit që të mos rrezohesha nga vibrimi i makinerisë. Ai kaloi dhe më qëndroi afër nga mbrapa, duke më mbajtur supet që të më jepte ekuilibër. Unë hapa këmbë gjysmë metri që të qëndroja pa lëvizur dhe aty ndjeva një mpirje drithëruese nga sforcimi muskular. Ai e kishte lëshuar të gjithë peshën e punës tek unë dhe ma kishte kaluar të gjithë ngarkesën e trapanit. Gati more suan syt nga dridhjet e forta të murit dhe të pajisjes. Kjo ishte përballueshme në rregull për rreth 1 minutë, derisa ai tha komanden e maksimumit dhe pajisja filloi të punonte me një ritëm jashtëzakonisht e fortë dhe të shpejtë. Këmbës po më mbanin me, po më dridheshin nga thëmbra deri tek gjuri, nga gjithë ajo forcë dhe djersa po më rrithte rreke. Ishte një lodhje absolute, por më në fund e kisha përfunduar me sukses herën e parë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.